Civil Media. Почитувани присутни, јас како мојот колега Манчевски на почеток Тендурот пранешме донес и колегу и Манчевски на филм до дискутои си мисле паратача не е понемна пиеса на демократизмата процеса визора на сфера на веќе врисат локале партии се стај до проносим секретари партии сме центримето на партема на актуалета целен соде. Дебатоим, nuk di për cilën herë më radh, shumë vite më radh, vërtet nëse kemi vullnet dhe dëshirë diçka të bëjmë, tani është momenti I duhur. Kështu të miratojmë vendimin dhe të zgjedhë në zgjedhjet e përshme, por në këtë periudhë duhet të miratojmë këtë vendim sa I përket ministrisë. Edhe si parti jemi angazhuar për listat apo për zgjedhje të këshilltarëve u përfshin në programin paragjithësor të koalicionit të edhe pjesë e politikës rinore të hapin listat për këshilltar të komunave. Ato që sot e bëjmë që kur jemi u bëra ministër është fillimi I procesit të decentralizimit në 3 shtylla. Shtylla e parë është delegim I institucioneve të reja dhe kompetencave në qeverisjen lokale. Shtylla e dytë është decentralizimi fiskal. Shtylla e tretë është ndryshime në funksionimin e veçevrisjes lokale. Si pjesë e aktiviteteve të paraparët që duhet deri në fillim të vitit të ardhshëm të implementohen sot të miratohen ndryshime të reja të ligjit për zgjedhjet e këshilltarëve ku këshilltarët do të selektohen me lista të hapura. Pra për këtë ka konsensus në qeveri, me që është pjesë e programit qeveritar lideri I pozitës në 2 performimet të tij publike dha mbështetje për krahje për idenë për listat e hapura të përfaqësuara dhe partitë politike shqiptare në deklaratat e tyre kishin diçka kundër hapjes së listave për këshilltar, me që ka konsensus për këtë çështje. Pres që këtë temë ta përmbyllim deri në fund të këtij viti. Dhe partitë politike praktikisht për zgjedhjet e ardhshme të cilat vijojnë 2 vite prej sot në mënyrë konsistente dhe përkatëse të përgatitur dhe çdo parti politike kjo ishte edhe kërkesë e BNVL për shkak se kërkojnë të kenë këshilla cilësore dhe aty të jenë të angazhuar persona të cilët me merit politike janë të angazhuar aty vetëm sa për paushale mujore, por vërtet kanë nevojë për kuadrove cilësore të cilat përfaqësojnë target grupe të caktuara dhe në këtë mënyrë do të ngritet edhe cilësia e këshillave komunale dhe me këtë edhe puna e veçevrisjes lokale. Mendoj se ky është një kontribut I jon dhe implementim realizimi I premtimit tonë para zorit të hapim listat në nivel lokal të demokratizojmë punën. Sa I përket tani për pjekeve tona si subjekt politik kemi marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara në sistem të përzgjedhur proporcional ku kemi marrë nga 2 deputet nga listat e Shmicës dhe ka disa deputet nga listat proporcionale kemi marrë pjesë në vitin 2019 në zgjedhjet rreptësisht në mënyrë proporcionale me 6 njësi zgjedhores kemi fituar asnjë deputet, por kjo nuk ka qenë ndonjë dëm I madh. Partia jon si motor nga Gjermania, me që këtu është ambasadori I Gjermanisë më ndërmend, partia jon LTP parti si motor në zgjedhjet e kaluara nuk fitoi asnjë deputet, por ky ishte një proces I mendimeve, krijimit të politikave të reja të vlerësohet ku qëndron problemi që votuesit gjerman nuk I votuan që në zgjedhjet e fundit të cilat ndodhen para 2 viteve mendoj se kaloi FTP fitoi 10% për krahje prej qytetarëve në parlament. Do të thotë asnjëherë nuk është gabim nëse nuk fitoni asnjë deputet. Kjo është dëshmi nëse partia juaj ka pas dhe ideologji nga krizat të del në zgjedhjet e ardhshme të fitoj vende deputetësh, nëse atëherë nuk fiton vende deputetësh, atëherë parashtrohet pyetja nëse në përgjithësi duhet të ekzistojë subjekte politik në skenë. Duhet të largohemi nga partitë politike të cilat I kemi vetëm si dekorim, si zbukurim dhe të cilat vetëm shtojnë numrin e ndonjë koalicioni të madh. Prandaj angazhohemi të ketë një njësi zgjedhore të ketë listat e hapura për zgjedhje të deputetëve në parlament. Praktikisht demokratizimi I shoqërisë duhet të fillojë nga demokratizimi I partive. Kështu të centralizuara partitë politike dhe kjo mënyrë e qeverisjes së partive politike pastaj reflektojnë edhe në shtet, ndikojnë në shtet dhe sado që ne të mundohemi të çlirojmë dhe lirojmë disa procese thjesht nuk kemi sukses për shkak se kjo matrizë e partisë politike pastaj transmetohet në qeverisjen dhe drejtimin me shtetin. Konsiderojmë se shoqëria e partizuar praktikisht do të demontohet së shpejti me një njësi zgjedhore duke inkorporuar si model dhe me inkorporimin e listave të hapura
semaforat në Kroaci për zgjedhjen e eurodeputetëve. Praktikisht, dikush që ka qenë i fundit në listë ka fituar më shumë vota nga lideri i partisë që i ka qenë Bartos, dhe ky është indikator se cilin votuesit e preferojnë të menaxhojë të udhëheq subjektin politik apo kujt votuesit japin besim më të madh në lidhje me partitë konkrete. Nuk është keq dhe është mirë të aplikohet edhe në sistemin tonë politik. Do doja të ndaj disa mendime në lidhje me probleme tjera të cilat i kemi si parti politike, veçanërisht partimet e vogla politike përkatësisht. Trajtimi i barabartë në fushat të parazgjedhore. Kemi situatë kur hapësira mediatike praktikisht është ndalë mes dy partive më të mëdha politike dhe shumë përqindje vogël e kohës për reklamim mbetet për parti tjera. E zgjedhje parlamentare apo jo parlamentare. Edhe zgjedhjeve lokale kandidatët e pavarur kishin problem të reklamojnë për shkak se nuk ishin të parapara dhe listat e disa lista nuk kishin mundësi në mënyrë adekuate të reklamojnë për shkak se thjesht këtë nuk ka mundsuar ligji. Ne konsiderojmë se fushatat parazgjedhore të gjitha partitë politike fillojnë nga zero dhe nuk guxon asnjë parti politike të ketë avantazh në fillim dhe të favorizohet para gjithë të tjerëve. Të gjithë duhet të kemi trajtim të barabartë në përfaqësimin mediatik. Kohë të njëjtë të kemi në dispozicion që të mund qytetarët të gjitha qëndrimet tona politike dhe idetë të dëgjojnë në mënyrë përkatëse, për shkak se nëse nuk kemi hapësirë të prezantohemi, kush presin të në votojnë e talmen. Përvoja nga Amerika tregon se praktikisht aty edhe në ditën në fillim të këtij viti isha i pranishëm. Në ftesë të ambasadës Amerikës isha i pranishëm për votim të këshilltarëve praktikisht aty në ditën e zgjedhjeve. Çdo votues që nuk është regjistruar në listën zgjedhore ka të drejtë të regjistrohet dhe të votojë. Tek ne nuk lejohet për shembull kryetari i kuvendit kishte të drejtë të prononcohet në referendum për shkak se s'ka qenë i pranishëm. S'ka figuruar në listën zgjedhore. Në këtë kohë të teknologjive bashkore, ju të mos mund me një laptop përfaqësuesi i Komisionit Qendror të jeni të pranishëm në Komisionin Zgjedhor të kontrollojeni nëse ndoshta jeni në vend tjetër zgjedhor. Nëse nuk jeni, ju shkruani në listën të vërtetë dhe në atë moment ju të votoni për atë vend, në atë vend votimi. Kjo është kushto reguluar në Amerikë dhe nuk shoh arsye, është zgjidhje praktike dhe e thjesht nuk shoh arsye pse të mos aplikohet kjo edhe në shtetin tonë. Në ditën e zgjedhjeve ato votojnë dhe ajo që është më interesante që aty nuk nevojitet as letër njoftim as pasaport të mund të votojnë. Njerëzit që shkojnë aty votojnë, kam besim se ai duhet të votojë aty, të jep emrin dhe mbiemrin e tij, e shohin në listën zgjedhore dhe voton. Tek ne këtu po të jetë ky model nuk di kush në sa vende do të votojë. Prandaj duhet të ngritet të ndërgjegjë vetia dhe që ndjenja e ndershmërisë kur dalim në zgjedhje. Kontrollimi me gjurmë gishtin nuk është pranueshme për mua, gjithashtu ajo që diku ishte angazhuar ishte me kontrollim elektronik të gjurmëve të gishtit do të jetë nëse qytetari figuron në lista zgjedhore nuk njërë do të votoj. Pak e haruam tani që kur erdhëm në pushtet nga viti 2016 dhe kjo ishte angazhimi jonë dhe konsideroj se duhet të kemi prioritet atëherë s'kishte kohë për teknologji, por ka kaluar mjaftueshëm dhe këtë duhet të inkorporojmë. Është mënyra më e thjeshtë e pastrimit të listës zgjedhore dhe kështu më radh për shkak se qytetari me një shtypje të gishtit do të mund të votojë në vetëm një vend votimi dhe do të eliminohet të gjitha mundësitë me falsifikim të letrave njoftimi apo dokumenteve tjera për identifikim apo regjistrim të personave të vdekur në lista zgjedhore. Pra nëse dëshirojmë kemi mundësi, jemi pjesë të pushtetit dhe këtë duhet ta implementojmë përkatësisht të mundsojmë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të zbatojë këtë në vepër. Angazhimi jonë që kemi pasur në të kaluarën, gjithashtu këshilla zgjedhore nuk është e pranueshme nga pjesëmarrësit e tjerë, përveç për partive tjera të mëdha të mos kenë përfaqësues në këshillën zgjedhore, duhet të lejohet nga një përfaqësues paku. Antarë dhe zëvendës antarë të kenë partitë më të vogla dhe ato si do të sistemojnë pastaj, kjo është çështje e tyre. Por nuk mundet procesi të parashtrohet dhe të udhëheqë vetëm nga partitë më dha politike të kenë përfaqësuesit e tyre në vendin e zgjedhur, për shkak se një prej dyshimeve nga viti 2019 është se praktikisht janë anuluar votat të cilat janë dhënë për partitë më të vogla politike. Kjo është një prej argumenteve të cilat atëherë janë pranuar për gjithë neve që morëm pjesë dhe fituam numër të vogël të votave. Ashtu që
Unë jam pro edhe ne si parti jemi pro ndryshimit të këtij modeli zgjedhor, përse ky model zgjedhor në periudhën e kaluar u tregua se në mënyrë ciklike krijon kriza, vazhdimisht krijon kriza, në fund këto kriza zgjidhet me grumbullimin e 4 liderëve të partive më të mëdha të presidenti i shtetit, të cilët miratojnë një farë zgjidhje hibride që nuk është përfundimtare dhe kjo zgjidhje më pas është krizë e re dhe kështu pastaj futemi nga një krizë në krizë tjetër dhe as pak nuk mbajmë llogarisë se duhet njëri gjithmonë të jepet fund kësaj të zgjidhet sistemi të gjejmë zgjidhje të re që nuk do të sjellë dhe krijojë kriza të reja politike. Vlerësojmë se një zgjedhore ndalesa për koalicione përzgjedhore do të sjellen në parlament ata qytetarë të cilët vërtet janë me kandidat përfaqësues, nuk është e vërtetë se për shembull partitë shqiptare do të ketë më pak deputet në parlament me një zgjedhore për shkak se edhe po të jetë ashtu, kjo është pasqyrim i gjendjes reale në shtet. Dhe nuk mund të bëjmë zgjedhje lista zgjedhore në mënyrë artificiale të përcaktojmë numrin e deputetëve por secili të fitojë të deputet sa meriton nga publiku dhe tani kemi gjashtësi dhe partitë politike fituan më pak deputet në parlament nga zgjedhjet e kaluara. Do të thotë nuk varet prej njësive zgjedhore, por varet nga numri i mbështetësve që juve ju japën besimin. Gjithashtu nuk mban tema se partitë më të mëdha do të fitojnë më pak vende në kurrizë të partive më të vogla. Për shkak se me gjendjen aktuale, sipas analizave do të shihni se mund të fitojnë 5 deri në 7 deputet në parlament dhe tani me koalicionet e mëdha partitë më të vogla janë të përfaqësuara me deri në 12 deputet në një koalicion, gjithsej në 2 koalicion diku deri në 25 deputet ka nga partitë e vogla në parlament. Do të thotë se partitë më të mëdha faktikisht do të kenë më shumë deputet nga rreth e tyre se sa tani. Pra dhe kjo argument të limin do bje poshtë dhe vlerësoj si kur ka vullnet politik duhet njëre gjithmonë të mbledhin forca dhe të sjellin freski në sistem politik dhe si partimet e vogla janë kuvendje bashkuar. Tim dhe deputet japin nismë për një njësi zgjedhore. Ato deputet duhet të kenë përfaqësuesit e tyre në trupit e negociatave ku merren vendime për reforma zgjedhore dhe konsideroj si deputet si trupi i tillë duhet të kenë përfaqësuesit të tyre që do të përfaqësojë interesat tona. Shumë është e lehtë të merrem vesh dhe të pajtojmë me cilët nga ne të merr pjesë nga ato 12 deputet të merr pjesë në atë trup dhe të jenë në rrjedhë me negociatat për ndryshimin e modeleve zgjedhore. Ka që kam për të thënë, me siguri kam lëshuar diçka por të alëm kohën në dispozicion edhe pjesëmarrësve tjerë. Faleminderit. Civil Media